Me një atmosferë madhështore festive, u festua në Këlqyr Dita e Europës 2026, nën moton Brukseli ndaloi në Këlqyr. Ky event i jashtëzakonshëm u realizua në kuadër të projektit të financuar nga Komisioni Evropian, Edukimi Evropian për qeverisje më të mirë në rajonin e Shqipërisë, në bashkëpunim me Bashkinë Këlqyr dhe institucionet të rajonit, duke kthyer Këlqyrën dhe qarkun në një simbol të dialogut evropian, kulturës dhe qeverisjes moderne. Dita e Europës është më shumë se një datë. Ajo simbolizon një vizion që lindi mbi paqen dhe bashkëpunimin, një projekt që ndërtoi ura bashkëpunimi mes popujve dhe që vazhdon të jetë frymëzim edhe për vendin tonë. Edhe për ne, kjo ka vlera shumë të rëndësishme. Si bashki, ne besojmë se zhvillimi i komuniteteve lokale lidhet ngushtisht me këto parime. Europa për ne vazhdon më shumë mundësi për të rinj, më shumë mundësi zhvillimi për zonat tona, më shumë mbështetje në bujqësi, turizëm, trashëgimi kulturore dhe jeta sociale në komunitet. Këlqyra është një bashki me potencial të madh. Është një zonë me natyra të jashtëzakonshme, me histori, tradita dhe njerëz kultorë që duan vendin e tyre. Gryta e Këlqyrës, lumi i Vjosa, fshatrat me identitet të fortë dhe mikpritja njerëzore janë pasuri që meritojnë të njihen dhe të zhvillohen më tej. Ne besojmë se përmes bashkëpunimit dhe mbështetjes së partnerëve tanë, ky potencial mund të kthehet edhe më shumë në mundësi për qytetarët tanë, sidomos për brezin e ri. Sot më shumë se kur është e rëndësishme që të rinjt të ndihen pjesë e kësaj rruge europiane, të besojnë tek e ardhmja e tyre këtu dhe të kontribuojnë me energjinë, idenë, talentet e tyre për komunitetin dhe vendin tonë. Grupe artistike dhe festive nga bashkitë e gjithëqarkut Gjirokanstër sollën energji, traditë dhe identitet europian në një nga aktivitetet më entuziaste të organizuara në një herë për Ditën e Europës në Shqipëri. Të pranishëm në ceremoni ishin drejtues institucionesh, akademik, përfaqësues të shoqërisë civile dhe personalitete publike, ndërsa aktivitetin e nderoi me pjesëmarrjen e tij edhe ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, Michel Taron. Mua më pëlqen shumë kur sapo kthyer në këtë zallë, mua më pëlqen shumë çfarë ishte shkruar këtu atje në mur. Që Këlqyra edhe unë jam Europë. Nuk do të jem, por jam. Dhe mendoj që kjo është shumë e rëndësishme që kur flasim për Europën në Shqipëri, nuk flasim vetëm për e ardhmja dhe për bashkimi administrative, politike me bashkimin evropian, por duhet të flasim edhe për faktin që Shqipëria bëhet pjesë e Europës për një kohë gjatë, përgjithmonë, për arsye gjeografike të qartë, por edhe për arsye historike, për arsye kulturore, për arsye politike. Unë që njoh vendin tuaj për shumë vjet, punoja në Shqipëri në vitet 90 në ambasadën franceze. Unë e di që identiteti kombëtar shqiptarëve është një identitet evropian, edhe që kjo antarësi me Bashkimin Evropian është një vazhdim logjike, historike e historisë suaj, që nga fillimi i rilindjes kombëtar shqiptar, e kësaj rilindjes e kishin si princip që Shqipëria ka qenë, është dhe do t'jetë pjesë e Europës, edhe që vetëm për arsyet historike ajo u shkëputur nga Europë, për arsyet të Perëndisë Osmane dhe gjatë 500 viteve dhe për arsyet të regjimit komunist gjatë 45 viteve. Por që nga viti 91 është qartë që Shqipëria
ka një dëshirë të fortë për të hyrë në bashkim për të rikryer identitetin e saj evropiane. Eventi solli simbolikisht Brukseli në Këlqyr, duke dëshmuar se rajonet shqiptare janë pjesë aktive e vizionit europian dhe së ardhmes së Bashkimit Evropian. Një nga momentet më emocionuese të ceremonisë ishte ndarja e çmimeve European Values Award. 10 qytetarë të spikatur të qarkut Gjirokastër u certifikuan për kontributin e tyre në promovimin e vlerave europiane, demokracinë dhe qytetarinë aktive, qeverisjen e mirë, arsimin dhe zhvillimin e komunitetit. Shumë të dashur nxënës, faleminderit që na ofruat një aktivitet i cili fliste me pasionin e mësuesve, po padyshim me energjinë dhe talentin e nxënësve tanë. Në një ditë festive për Europën, jemi në fakt shumë afër saj dhe mezi po presim që të shkojmë, por jam e bindur që dhe Europa duhet jetë shumë ikpritse për gjithë talentin, energjinë, pasionin, traditën që ne do të marrim së bashku me vete për ta çuar atje. Drejtuesi i projektit, Arjan Gjini, theksoi se Europa nuk është vetëm një destinacion politik për Shqipërinë, por një identitet që ndërtohet çdo ditë përmes dijes, kulturës dhe qytetarisë aktive. We are United Europe. Ne jemi pjesë e Europës, ne jemi Europë, Europa është këtu. Unë dëshiroj të sjell përzemërsisht për ju, për auditorin, për rajonin e Gjirokastërës, prezencën e delegacionit të Bashkimit Evropian Tiranë dhe ambasadorit Gonzato për përkrajin që i ka dhënë këtij projekti. Ky është një projekt tashmë që po mbyll vitin e parë. Evropa është në veprim, Evropa është me studentë, Evropa është me rini, dhe është me këtë në gjithje e zakonshme. Të gjithë të së bashku na ka bërë Bashkimi Evropian. Ne jemi qytetarë të Bashkimit Evropian. Sepse dia, sepse angazhimet, mënyra e jetesës, përbërja e këtij kontinenti, diversiteti i saj, na bëjnë qytetarë të nderuar. Dhe nëse çelja ose përfundimi i negociatave shpesh në një moment, jeta e përditshme që ne jetojmë, një qeverisje e bazuar, ashtu siç ky projekt e studion dhe e tregon qytetarët tanë, një qeverisje e bazuar në të dhënë, duke parë atë si një shkencë eksakte, bazuar në integritet dhe duke sjellë rezultate të qëndrueshme për rajonin tonë. I nderuar ambasador, shpresoj që ju t'i transmetoni ambasadorit Gonzato të ceremonitë veçantë që ky projekt, si nga një projekt e Komisionit Evropian, solli të energji ndryshe, këtë ditë ndryshe, dhe ne shpresojmë që ta pasurojmë për rajonin e ju, këtij projekti të nderuar, i bashkojë një grup shqiptarë së spikatur. Unë e kuptoj që tani është fundi këtij projekti dhe një pak lodh, edhe muzika e visit besoj është bërgati, por ne dëshirojmë të themi që ky projekt i bashkojë shqiptarë të suksesshëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një shqiptar tjetër të suksesshëm në Maqedoni, një grup pedagogësh nga Tirana, shqiptar vendor, dhe na kanë bërë ne bashkë, dhe kanë patur forume të suksesshme, që tregojnë Universitetin e Gjirokastërës se si Bashkimi Evropian është në veprim, se si Bashkimi Evropian është fuqia më e madhe, e butë, e bazuar në demokracinë, në ligj, dhe duke përbërë sot fuqinë më të mirë të modelit botror. Cilat janë aktualitetet që ne kemi pas. Në forumet tona të hapura ne kemi patur zotin Altindomani, kreun e SPAK-ut që ka vizituar universitetin tonë. Së fundi kemi patur një opinionist të shuar si studenti Tefziu. Kemi patur kryetarin e Këshillit të Qarkut të Tiranës, zotin Altindali. Ne kemi personalitet të tjera që do t'i bashkojmë, pra ne kemi një agjendë të qartë, ne kemi një strukturë të qartë, ne kemi një ide të qartë, sepse kjo Bashkimi Evropian funksionon dhe Bashkimi Evropian është këtu. Unë e kuptoj të nderuar nxënës angazhimin tuaj. Unë e kuptoj vështirësitë që ka dhe më lejoni të them që kush u bë shkak i këtij aktiviteti. Kur ishim te forumi Sejfullah Malishova, aty një nxënës më thonë, këto që ju po thoni janë të vërteta, dhe ne duhet i besojmë. Mua më vjen keq atë nxënës se nuk e kam parë të prova dhe nuk e kam thënë as drejtores, nuk e kam thënë as kryetarit të bashkisë. Unë e di që sfida ka. Atë nxënës që u bë shkak që të jetë pjesë e këtyre provave e këtij besimi, e këtij bashkimi të universitetit, nuk ai ta shohun në këtë sallë. Por uroj që ajo të jetë e angazhuar dhe sfidat ekzistojnë. Por ne nëpërmjet dijes, nëpërmjet formimit tuaj, ne duhet jemi të japim zgjidhje, sepse këtë është vetëm inovacion. Bashkimi Evropian, zyra e delegacionit të Bashkimit Evropian, projektet e Bashkimit Evropian përfshin të gjithë rinin, të gjitha zyrat. Pra ju lutem vetëm ose shohim vetëm si një fest. Ta shohim atë si një mundësi për të bashkuar në diversitet, për të bashkuar në vlerat europiane dhe të japim rezultatet e duhura.
sepse ju e shikoni që edhe pse janë rajone të vogla me problematike të dhura, si dhe rajonet e tjera të Europës, ne nuk mund ta bëjmë të rajon një Paris. Por edhe parizianët mund të ndihen mirë këtu, siç edhe shqiptarët tanë që jetojnë në Paris ndihen mirë aty. Pra ju lutem, le të bashkëpunojmë që edhe ky projekt i suksesit, të kemi aktivitete të tjera. Këlqyra dëshmoi se Europa jeton edhe në zemrën e komuniteteve lokale.